Thamë edhe në fillim të këtij edicioni, antari Komisionit Qendror nga Lëvizja Vendosja Alban Krasniqi është me ne për diskutuar lidhur me zhvillimet e fundit që lidhen edhe me vendimin e PZAP-s, reagimet ndërkombëtare, por do flasim gjithashtu edhe për gjetjet e shkeljet e deri tanishme që i kanë nxjerrë deri më tani procesi i rinumërimit nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Atëherë Alban, mirëmbrëma dhe mirë se ke ardhur. Mirë se ju rigjej. Faleminderit shumë. Atëherë Alban, ka një vendim të fundit të PZAP-s dhe ka reagime ndërkombëtare gjithashtu lidhur me mënyrën se si nuk e miratoi listën e deputetëve të listës serbe KQZ-ja në veçanti Lëvizja Vendosje. Si arsyetoni tani votën kundër listës serbe pas këtij vendimi që e pam sot në orët e pasdites? Po, shiqoni, ne personalisht unë mirë kuptoj shqetësimet edhe të miqve edhe të ndërkombëtarëve në këtë rast në Kosovë. Gjithashtu si që mirë kuptoj edhe bashkëndjej edhe me shqetësimet dhe kërkesat e vazhdueshme edhe të komunitetit serb në Kosovë në lidhje me presionin, shantazhin që lista serbe në vazhdimsi e bën ndaj këtyre qytetarëve dhe të cilët fatkeqësisht nuk i kanë mbështetjen në kërkesat e tyre edhe nga faktori ndërkombëtar, po edhe nga faktori i brendshëm politik, po edhe nga institucionet, në raport me atë se çfarë lista serbe bën edhe kundër vetë komunitetit serb, derisa ajo tenton të maskohet në kuadër të funksionimit si parti politike. Megjithatë, ju si antari KQZ-s jeni duke dështuar për ta adresuar në mënyrë të duhur, nëse veç po tentoni të mos i siguroni se të mos i ofroni mandatet brenda kuvendit, pasi që PZAP-ja po thotë që dhe vendimi i fundit si edhe të tjerët janë në kundërshtim me ligjin, në mënyrën se si janë marrë. Fatkeqësisht nuk ka pas një trajtim meritor në asnjë rast problemi i listës serbe dhe i prej momentit kur ajo certifikohet e deri kur i sjell kandidatët e gjithashtu edhe gjatë proceseve zgjedhore se si ajo e organizon aktivitetin e saj politik, që është tërësisht e kundërt dhe ndryshme me atë se si subjekte tjera politike në Kosovë funksionojnë, përfshi të gjitha, pra pa dallim të themi përkatësie etnike. Po e them këtë sepse lista serbe do të shkojmë pak në historikun e saj, lista serbe realisht ishte pjell e një marrëveshje politike të dëmshme për Kosovën, kur dhe që në gjenezën e themelimit saj, pra dhe të krijimit edhe të regjistrimit saj në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, kishte bënte me shkelje edhe procedurale. Pra shkeljet e para që kanë ndodhur nga KQZ-ja në këtë rast, kanë qenë në vitin 2013, nëse s'gaboj, kur u regjistrua lista serbe dhe u krijuan, themi, forma paralele, formular paralel dhe procedura paralele në kundërshtim me ligjin dhe kushtetutën për t'ia mundsuar regjistrimin e listës serbe. Bile edhe mjetet financiare që lista serbe i ka sjell në kuadër të taksës së regjistrimit, ato janë sjell mjete nga Beogradi direkt. Pra që në gjenezën e themelimit saj, ajo është ka fillu me shkelje dhe vazhdon me shkelje edhe sot dhe kësaj dite kur ne flasim. Dhe për t'i përsëritur të gjitha ato që i kemi thënë si fakte dhe argumente të pakontestueshme, të pjesëmarrjes së saj në sulmin terrorist në Banjsk, ku nënkryetari i saj Radojčić ishte pjesë e këtij organizimi dhe udhëheqëse atë strukturë kriminale terroriste, dhe nuk kishte asnjë reflektim dhe asnjë themi distancim i këtij subjekti nga këto akte. Ishte pastaj akti terrorist dhe në kuadër të luftës hibride të sulmit mbi kanalin e Iberlepens, apo dhe akte tjera të panumërta të dhunës, të presionit dhe kërcënimeve që bën pjesëtarëve të komunitetit serb çdo ditë në Alban, cilat institucione janë duke dështuar për ta adresuar tani? Mendoj që dështimi kryesor është i organeve të drejtësisë në këtë rast, të cilat kanë pas argumente, fakte, dokumente të mjaftueshme edhe nga ne në kohën kur ne nuk e patëm certifikuar listën serbe edhe në zgjedhjet lokale pas një numri të madh dokumenteve që pranuam nga institucionet e sigurisë dhe të cilat ne adresuam edhe në PZAP, po janë adresuar edhe prokurorisë speciale, nuk ka veprime nga këto, mbase ato do të japin përgjigjen në lidhje me këtë, po për ne janë fakte të pakontestueshme dhe në kuadër edhe të nenit 14 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, i cili thotë që një regjistrimi i një subjekti mund të ndalet, pra
mund të hiqet regjistrimi një subjektit në rast se ka dëshmi që ai subjekt politik vepron kundër rendit kushtetues dhe juridik, merr pjesë në veprimtari të cilat cenojnë integritetin, sovranitetin e vendit dhe të gjitha këto kritere, themi negative, lista serbe i ka të plotësuara dhe andaj ne si antarë të KQZ-s dhe këta po flasë në emërat e atyre që edhe kanë abstenuar në këtë aspekt kuj që i përkasin edhe komunitetit jo shumis dhe me një vullnet lirë, kanë abstenuar në raport me mos themi aprovimin. Po thoni që nuk janë ndjen nën presion në momentin kur vetëndosje vendos të voton kundër listës serbe, të tjerat parti nuk ndjen nën presion dhe të abstenojnë për këtë procese? Po pse nuk ndjen në presion kur ne kërkonim me ngulm që të votohej e drejta e votuesve pra jashtë vendit të votimit përmes postës, që të njihet e drejta edhe hapjes të përfaqësive, hapësirave tjera përveç përfaqësive diplomatike si qendra votimi, apo dhe rastet të ngjashme kur neve nuk është që na kanë kaluar vendime të panumërta. Nuk besoj që antarët e PDK-s, LDK-s apo të Aleancës njihen në një formë të presjoni nga ana antarëve të lëvizjes vetëvendosje aty, edhe pse ne jemi aty natyrisht të nominuar prej subjekteve politike, po jemi të emëruar nga presidenti i Republikës Kosovës. Dhe në hiç më pak as më shumë s'po them se sa që ato që i ka thënë edhe vetë presidenti i Republikës Kosovës në një nga paraqitjet e saj, kur ishte koha kur ne nuk e certifikuam listën serbe dhe ishte i njëjti debat që zhvilloi dhe e njëjta i tha po këto fjalë që në fundit i thash unë sepse i kanë thënë edhe agjenci dhe institucionet ndryshme të sigurisë, por pse kjo po politizohet? Politizimi nuk është duke ardhur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Politizimi është duke ndodhur nga akterët e njëjtë të cilët e kontrabanduan listën serbe në vitin 2013 duke bërë pjesë të sferës politike që përfaqëson edhe komunitetin serb. Kush janë këta aktera? Kanë emra këta aktera? Ata emra, po mund t'i pyesim edhe këta të BE-s, edhe përfaqësitë e caktuara themi diplomatike dhe ish diplomat këtu, të cilët besoj që me veprime të tilla i kanë bërë dëm. Jo vetëm Republikës Kosovës, po i kanë bërë dëm në fakt edhe më shumë dëm i kanë bërë në komunitetit serb. Sot, në secilin proces zgjedhor, edhe komunitete që përfaqësojnë disa mijëra qytetarë të ati komuniteti kanë ka 2-3 subjekte politike. Sot komuniteti serb menzi arrin t'i bën 2 apo 3 parti politike të cilat luftohen te mase nga lista serbe dhe kemi një hegemoni të listës serbe në raport me sferën e saj politike e cila përdor financat nga Beogradi për të krijuar kontroll dhe shantazh e presion ndaj komunitetit serb. Dhe askush nuk e hap gojën në raport me këtë. Mite janë ndarë tani edhe nga ana Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, listës serbe, si subjekt politik apo jo, sepse ka pasur kritika. Këto ndahen prej Kuvendit të Republikës Kosovës dhe ne institucioneve të Kosovës. Po, institucioneve të Kosovës, por që ne natyrisht i kemi kundërshtuar si format të tilla, sepse dim që lista serbe përveç që i keq përdor këto mjete për aktivitetet e saj, tërësisht jo politike, po kriminale i përdor dhe mjetet nga Beogradi që vinë pra në formë të presionit të komunitetit serb. Dhe ne po kërkojmë sot, edhe nga si antari KQZ-s, kërkoj edhe nga gjithë ta dashamirë vendore ndërkombëtar që ta vëjnë fokusin në atë se si lista serbe funksionon, çka në realitet përfaqëson dhe kënd ajo përfaqëson, sepse ajo më spaku e përfaqëson interesin e komunitetit serb në Kosovë. Ajo përfaqëson interesat e Vučićit dhe Beogradit në Kosovë, e cila ka të bëjë realisht me luftimin e Republikës së Kosovës. Dhe ajo përdor vetëm këtë strukturën, themi, ligjore, formale, për t'i fituar betejat e saj ligjore në PZ apo dhe në kushtetuese. I mirë për KQZ-n që lista serbe gjatë gjithë kohës ligjërisht të triumfoj dhe të merren vendime në favor të saj, sepse po e nxjerr një pasqyrë jo të mirë për KQZ-s tani. Jo, e nxjerr një pasqyrë jo të mirë. Vendimet PZ-s se la thonë që KQZ-ja vazhdimisht po vepron në kundërshtim me ligjin kur po merr vendime për listën serbe. Nëse ka institucion që është duke mbrojtur Republikën e Kosovës, aktualisht dhe në raport me listën serbe është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. BE-ja po thotë që Komisioni Qendror duhet të depolitizohet. Po është i depolitizuar, është komplet i depolitizuar në raport me këtë çështje, sepse edhe njëherë po them,
në çfarëdo standardi të funksionimit të partive politike kudo në Evropë, lista serbe gjendet në shkeljet e atyre standardeve. Dhe praktika, jo të listës serbe, të 10% të asaj që ka bën lista serbe, kemi pasur në vendet si, në këtë rast, Moldavia, Rumania, edhe vendet tjera të blokut lindor, të themi ish blokut lindor, të cilat i kanë heq, jo kanë ndalu edhe funksionimin partive të tilla, të cilat bojnë lidhje me Rusin, apo në këtë rast që bojnë lidhje me Beogradin dhe përmes Beogradit edhe me Rusin. Dhe ne duhet të jemi vigjilent edhe si institucion, si edhe të tjerët që si bartës institucioneve, që mos ta shohin nga aspekti këndvështrimit teknik, po edhe nga aspekti funksionimit, se si funksionon dhe soi respekton ligjet e Kosovës, ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, kushtetutën, mënyrën e organizimit të politik, lista serbe çdo ditë është në shkeljet saj. Dhe sot i kemi 3 komuna. Vendimet e gjykata po e thonë. Po ja që i kemi 3 komuna, i kemi 3 komuna që sapo u rimorën këtë rast nga lista serbe përmes një procesi zgjedhor, dhe të cilat vendimet e para, në vend që komuna merret me mirëqenien e qytetarëve, me zhvillimin ekonomik të qytetarëve, çka bën lista serbe, bëhet pateris ashtu siç është, e Vučićit dhe vepri vendimet e para që i bën janë largojnë punëtorë shqiptar nga këto komuna dhe marrin vendime për të larguar nga asociacioni i komunave të Kosovës. Po nuk po i dëgjojmë reagimet e këtyre ndërkombëtarëve në raport me këto veprime tërësisht tendencioze, po gjithashtu edhe të motivuara etnikisht, në këtë rast duke larguar pjesëtar të pakicës në këtë rast në atë komunë, pra në këtë rast të shqiptarëve. Dhe anën tjetër ne kemi institucione gjithandej, përfshi edhe KQZ-n, e cila bën përpjekje të vazhdueshme përmes edhe rekrutimeve që të ftoj pjesëtar të komuniteteve tjera dhe sidomos atyre serbe që të bëhen pjesë e institucionit siç është KQZ-ja. Pra, pse këto standarde dyfishta dhe pse kjo heshtje pastaj e po të njëjtëve akter në raport me listën serbe? Pse nuk e shikojnë se si është gjendja e pluralizmit politik brenda komunitetit serb aktualisht në Kosovë? Pse kjo liri e tepruar e dhënë ndaj listës serbe si formacion i cili po e keq përdor pastaj në tërësi edhe aspektin e funksionimit politik brenda këtyre komunave. Unë thash që kemi pas në zgjedhjet lokale gjithashtu situatë kur kanë qenë në balotazh 2 kandidat, njëri i listës serbe dhe një i subjekti tjetër, dhe është detyruar, e kanë detyruar, pra përmes presioneve, kërcënimeve, shantazheve, një kandidat caktuar të tërhiqet dhe të bëhet bashkë me këtë tjetrin. Ky nuk ka shembull kurkund në botën demokratike që kandidati kundërshtar tërhiqet dhe mbështet kundër kandidatin e vet në një proces zgjedhor siç Kush duhet të ndërhyjë të ndërmarrë masa në këto raste, kur ndodhin presionet të tilla tani? Po, mendoj që edhe miqtan, faktori ndërkombëtar duhet të jetë më i kujdesshëm në raport me prononcimet kur bëhen pa i marrë të gjitha të dhënat se çfarë po ndodh, sidomos për KQZ-n po them. Unë mendoj që praktikat e kaluara, të cilat kanë qenë një formë, themi, presioni prejanash edhe i të huajve në KQZ, duhet marrin fund. Natyrisht duhet ndihmohet edhe KQZ në këtë rast që të jetë sa më profesionale, edhe aty ku mendohet që mund të ndryshohet kjo, po nëse ne na qesin përpara një organizatë kriminale dhe tentojmë që ne ta shpërlajmë përmes formaliteteve teknike, mendoj që nuk është rruga e duhur. Andaj, mendoj që është koha që institucionet edhe të drejtësisë, edhe të sigurisë, dhe gjitha të tjera që mund të kenë, themi, hise në këtë proces, të ndërmarrin të gjitha veprimet në mënyrë që ne të sigurohemi që për partitë politike të cilat vinë dhe garojnë në zgjedhje apo të regjistrohen dhe tentojnë të funksionojnë, dëshirojnë të funksionojnë këtë pluralizmin politik demokratik të Kosovës, të sigurohemi që ato parti politike nuk marrin fonde nga jashtë, sepse burimi i financimit nga jashtë është kriter shumë i rëndësishëm dhe përcaktues bile a duhet me regjistru, a s'duhet me regjistru. Cili institucion duhet ta bëjë këtë verifikim, që nuk marrin burime nga jashtë, financime nga jashtë? Duhet të ndërmarrin prej prokurorisë, fillimisht, sepse prokuroria i ka më dokumente dhe i ka dëshmit, të cilat vërtetojnë që lista serbe merret me financat e Vučićit në Kosovë, e qeverisë serbe në Kosovë, dhe një parti politike që merret me financat e një
e një shteti tjetër i cili nuk e një dhe lufton Kosovën, është problem me menu që është parti demokratike dhe që i përfasoj ka interesat e dikujt aty. A i përfasën interesat tërsisht të Vučićit dhe lista serbe e thëmë me plot bindje dhe për këto ka argumente, funksionon jashtë kornizës kushtetuese dhe ligjore dhe në kundërshtim me këtë kornizë kushtetuese e ligjore që për të synim ka të paraqes një pamje të deformuar të realitetit politik e institucionale demokratik në vend, ta luftoj rendin kushtetues dhe juridik të Kosovës në vazhdimsi. Dhe këto ne duhet të sigurohemi të gjithë që ta bëjmë pjesën tonë të punës që ti ndalim, ti parandalojmë. Mishta, duhet gjetën mekanizmat ligjor. Deri më tani nuk keni gjetur mekanizma ligjor. Vetëm keni shkaktuar reagime ndërkombëtare, kritika ndërkombëtare. Ne kemi mekanizmin tonë ligjor, që është neni 14, po s'ka vullnet prej antarëve të KQZ-s, që ta ndalojmë në tërësi funksionimin e listës serbe në Kosovë. Sepse ka me 10 parti serbe që funksionojnë në Kosovë, askush s'po ngrit zërin, pse ato parti politike po hezitojnë, s'po guzojnë me marrë pjesë në procese zgjedhore. Sepse janë akter të jashtëm, përfshirë dhe bien serbe, e cila i kërcënën dhe shantazhon. Sa po dalin ta kalojnë kufirin andej, ato parti, përfaqësues të atyre subjekteve, apo edhe përfaqësues, themi, qytetar që përfaqësojnë një grup caktuar, jo domosdo politik, vijnë në shënjestër të bie serbe të sigurimit serb dhe u heshtet zëri. Dhe kjo ka lënë heshtje jo nga qeveria, besoj dhe jo nga institucionet informacione i keni si antari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, a i keni adresuar diku apo? Këto informacione në çdo ditë, këta fishek ky armatim që u gjetë sot, po i kujt është? Mendoni që s'është involvuar lista serbe në këtë armatim? A ka deklarat të listës serbe që distancohet nga gjitha këto armë? A di cilat janë deklaratat e listës serbe? Thotë që këto i bën institucionet e Kosovës, këto i bën qeveria, i bën policia e Kosovës, veç për të krijuar insinuatat caktuara. Pra, në vazhdimsi ti e ke listën serbe në kundërshtim me çdo gjë që e bën qeveria e Kosovës dhe institucionet e Kosovës në raport me shtrirjen e sovranitetit apo dhe sigurimin e drejtave dhe lirive të qytetarëve, të cilat në komunitetin, në hapësirat ku jeton komuniteti serb, e thëmë me plot bindje, shkelësja më e madhe e tyre është vetë lista serbe. Po, dhe tani kur flasim për vendimet e PZAP-s, sot Alban kemi parë edhe vendime tjera, ka marrë PZAP-ja vendime për gjitha, nuk ka refuzuar gjitha ankesa tjera cilat i ka pasur në shqyrtim, si duhet shkoj tani procesi certifikimit të zgjedhjeve dhe sa shpejt mund të presim certifikim. Po, tashën bazë të afateve që ka, nëse palët do të kenë ndonjë ankesë shtesë, pra, që të adresojnë rastet të gjykata supreme, unë mendoj që është një kohë mjaftueshme që dhe brenda kësaj jave, nëse gjykata supreme pranën rastet e tilla, të mund të marrin adresim rastet e tilla, sepse nga koha kur janë janë publikuar këto vendime, me sa di janë 24 orë kohë për t'i dërguar pastaj në supreme dhe pastaj supremja dikun nuk e di nëse i ka 96 orë të mos gabojmë për të vendosur për këto raste. Kështu që fundi javës, fillim javës në maksimum data 10, maksimalisht do të jetë ajo kur gjitha këto çështje adresohen dhe pastaj mund të kalojmë në fazën e certifikimit. Po, dhe përmes certifikimit ka përfunduar procesi i rinumrimit i cili ka nxjerrë në panë se mund të themi numër të madh manipulimit të votave. A kemi deri më tani një shifër të paraforcash numri votave të manipuluara dhe çka po tregon ky proces edhe ky numër kaq i madh i shkeljeve që janë gjendur sidomos në Prizren, po edhe në disa komuna tjera për të cilat ka tashmë edhe hetim? Po, ka këndvështrime të ndryshme për këtë proces. Këndvështrimi im është që për shkak se ne instaluam një mekanizëm më të madh, më falni se. Po. Instaluar një mekanizëm më të madh të transparencës, bëri që të mundësohet edhe identifikimi edhe adresimi i shkeljeve eventuale në procesin zgjedhor, këtë rast tek numrimi në qendrat komunale të numrimit. Ajo që pam në Prizren ishte një, si më thonë, një shpërfaqe e izoluar vetëm në Prizren, derisa shpërfaqe të vogla në nivel shumë të vogël kishte edhe një disa komunat e tjera, po larg prej asaj që pam në Prizren.
Ne kemi të bëjmë këtu me një fenomen që është fenomeni i numërimit ose manipulimit gjatë procesit të numërimit. Si në Prizren dhe në pjesët të tjera të vendit në intervale shumë të shkurtra ose më, themi, me nivel shumë të tollë të paraqitjes. Dhe ajo që ka duhet të kemi parasysh është që votat dhe flet votimet nuk janë të prekura fare nga ky proces. Pra flet votimet me votat e kandidatëve janë aty dhe ato rinumruan dhe rezultati u përmirësua. Vrej që ka një kështu, ka paraqitje të ndryshme që thonë që kjo është, si me thonë, vjedhja manipulimi më i madh që ka ndodhur, nuk është e vërtet fare kjo. Ne kemi pasur në kaluarën 2010 ka qenë kulmi i saj, po edhe viteve më pas kemi pasur deformimet procesit zgjedhor. 4 komunat verit vendit pezam në kohën kur lista serbe nuk kishte asnjë kundërshtar politik, mbusheshin kutit në sy të përfaqësuesve të OSPE-s dhe askush nuk bëzonte. Pra kishim deformim radikal të vullnetit të qytetarëve, pa dollar ata ndoshta edhe fare në zgjedhje dhe rezultatet paranoheshin edhe ecnin përpara. Sot flet votimet janë aty, janë rinumëruar edhe një herë, pra dhe është dalë rezultati i saktë. Gjatë janë mira vota, apo jo? Mira vota që mund të themi që janë të manipuluara, apo jo? Janë mira vota, jo të gjitha janë të manipuluara. Kjo ndarje është me rëndësi që të bëhet edhe nga prokuroria, sepse në fund të fundit ne jemi pra asaj dhe ne inicuam këtë dhe inkurajuam edhe bëm thirrje të organet e drejtësisë që përgjegjësit e këtyre manipulimeve të dalin para drejtësisë dhe vazhdojmë me këtë thirrje, por që duhet jemi të kujdesshëm ta bëjmë një ndarje që mos paraqiten të gjithë numëruesit në të gjitha komunat, qendrat komunale të numërimit si shkelës dhe si kriminal. Dhe kjo e dëmton shumë procesin në të ardhmen, sepse ne gjatë organizimit të zgjedhjeve marrim staf apo dhe partitë politike nominojnë anëtarë të tyre qoftë në qendrat në vendvotime apo edhe në qendrat komunale të numërimit. Dhe nëse ne shkojmë me këtë ritëm kështu të arrestimeve të pa disa prej tyre të pabazuara për mendimin tem, atëherë ne mundim të çojmë në një fenomen tjetër i cili nuk vjen kërkush më me numëru, kur ti sillesh në atë mënyrë agresive ndaj secilit, pa hinj dhe analizu njëherë edhe për të ofruar dëshmit e mjaftueshme që X apo Y ka për shkelje. Ku konsideron Alban që ka pasur arrestimet pa bazuara ose pa dëshmi e provuar? Po, përveç Prizrenit, i cili është një fenomen, thash, aty ndërmarrja masave ka qenë, besoj, e pashmangshme, në komuna tjera, çfarë do tendence për me i marrë të gjithë, ose vetëm kryesuesit si po i marrin, pa e dëshmu sakt që kush ka qenë iniciatori dhe në cilat tavolina ka ndodhur shkelja, mendoj që janë hapa që nuk i shoh shumë profesional nga organet e drejtësisë, sepse ajo që njihet jo vetëm në sferën e zgjedhjeve apo të organizimit zgjedhjeve, po edhe në sfera tjera të organizimit punës kur punët bëhen manualisht, e që human error, ndihet si human error rate apo norma e gabimit njerëzor, duhet të merret për bazë. Unë nuk jam ekspert i kësaj për të thënë se sa është kjo normë në një kuti votimi me 500 flet votime, mirë po nëse themi në një kuti votimi diferenca nuk është më madhe se plus minus 1 ose plus minus 2 të kandidatët, nuk duhet parë vetëm me njëherë me syrin e shkelësit, po duhet parë me syrin të neglizhencës, të paaftësisë apo të lodhjes për shkak të kompleksitetit të këtij procesi. Kurse aty ku shihet që kjo shmangje të madhe në një kuti votimi, pra po them, kur janë minus 3, 5, 7 kemi pasur për masa plus minus 100, aty nuk kemi çka flasim. Dhe për këto raste mendoj që do të merren veprimet e menjëhershme, po për raste tjera natyrisht nuk është ideja që ne të përzimin e punët e prokurorisë, po ideja është që mos konsiderohet kjo si përndjekje e numëruesve, por si një adresim i drejtë
i rasteve të shkeljeve dhe të manipulimeve, ashtu qysh e ka nisë prokuroria, por me një kujdes pak më të madh. Megjithatë, paraqet për juve si anëtari KQZ-s është shqetësim arrestimi i kryesuesit KQZ-s në Prizren, pra është pozita më e lartë, nëse mund të themi deri më tani e arrestuar e që është zyrtari KQZ-s për këtë manipulim, ose edhe pastaj cili ka qenë roli i tij atë ditë edhe ndoshta kur ka ndodhur numërimi, si mund të ketë ndodhur. Po në parim thash ne jemi nuk ka njerëz të paprekshëm në këtë proces. Secili mund të jetë i prekshëm përsa ka marrë, ka pas një uri, e ka vrejt procesin që nuk ka shku në rregull, nuk e ka lajmëruar proces që nuk ka shku në rregull dhe ka pas tendencë për devijuar apo manipuluar, dhe Prizreni përbën veçantinë e kësaj. Unë mendoj që përgjegjësitë e KQZ-s janë të përcaktuara në këtë rast, zej KQZ-a, zyrtari ynë si pjesë e KQZ-s, i ka të përcaktuara me legjë dhe rregullore të përkatëse, po dhe me procedurën e numërimit në qendrën komunale të numërimit. Dhe ata është dashur me vrejt nëse ka pas një trend aq të madh dhe është e pamundur të mos vrehet një ndërmarrje aq e madhe e manipulimit të votave gjatë bartjes prej numërimit në platformë. Është e pamundur domethënë ti mund të gabosh në disa raste, po kjo nuk është gabim, kjo është komplet punë e orkestruar. Dhe për këtë natyre që prokuroria duhet të ndërmarrë veprimet e saj dhe bazuar në përgjegjësi që këtë rast zyrtari ynë i ka pasur, unë mendoj që ai do duhet pastaj edhe t'i jap dëshmi deklaratat e tij se çfarë ka ndodhur. Unë mund të them që ne si KQZ nuk kemi marrë asnjë raport nga asnjë komision komunal i zgjedhjeve apo zyrtar ekzekutiv komunal, siç i quajmë ne zyrtarët tanë që punojnë aty dhe kanë udhëhequr me këtë, se procesi ka pas probleme gjatë procesit të numërimit. Dhe përderisa s'kemi pasur, është pak problem, sepse konsiderohet s'paku që disa prej tyre nuk kanë mundur ta kryejnë detyrën si duhet. Po megjithatë, janë organet e drejtësisë këtë rast, që duhet të shkojnë deri në fund secilit rast veç e veç, por që pra tjetë fokusi aty ku ka pas shkelje. Sepse edhe procesi i numërimit nuk është aq i thjeshtë. Është dikush që i numëron votat që janë në flet votim dhe tjetri i cili fut në sistem. Pra, duhet parë tash kryesuesit e një tavoline, ata janë përgjegjës për mbarvajtjen e procesit, por që kryesuesi në tavolinë nuk i ka numëruar ose si ka fut domosdo votat në proces. Në shenë dy antarë tjerë që kanë bërë këtë shkelje, edhe të cilët nuk janë marrë fare në paraburgim. Pra, duhet mrinë të dëshmit e sakta, në mënyrë që pastaj procesi i themi i ndërmarrjes së masave pak më ekstreme të ketë kuptim. Dhe në këtë rast mendoj që të mos më të ketë një nguti, po edhe të ketë edhe bashkërendim këtu. Mendoj që është e nevojshme që prokuroria gjyqësori në këtë rast, po edhe KQZ-ja bashkarisht ti koordinojnë aktivitetet e tyre në mënyrë që targeti të jetë ad shkelësit. Domethënë ata që kanë manipuluar qëllimshëm, po jo ata që për shkak të lodhjes edhe kompleksitetit procesit kanë mundur të bëjnë gabime që nuk shihet që ka tendencë, sepse një tavolin, një ekip i numërimit, në një qendër komunale të numërimit ka mundur të numëroj 5 deri në 6 kuti gjatë tërë procesit. Pra, është lehtë e vrejtshme kur një tavolin ka pasur tendencë për me një ekip ka pasur tendencë me shtu vota qëllimshëm për një kandidat. Po, dhe numri më i madh i votave është 6.000 deri më tani, apo jo që janë hequr një kandidati me dyshimet për manipulim votave. Tani a konsideron Alban që edhe kandidatët për deputet duhet t'japin përgjegjësia, që ndrojmë edhe partitë politike prapa gjithë këtij manipulimi, a konsiderohet i qëllimshëm tani ky lloj manipulimi me një numër kaq të madh votave? Unë nuk mendoj që partitë politike mund të qëndrojnë pas në mënyrë të organizuar. Absolutisht. Mund të ketë individ caktuar të cilët kanë menduar se mund t'ja hedhin paq në këtë rast procesit. Mund të ketë edhe asi numërues naiv të cilët kanë menduar që t'i bëjnë mirë një kandidati. Nuk duhet larguar kjo sepse tri vota... Pa një interes, pa një shëllim prapa caktuar? Nuk ka kuptim me rrezikuar shumë dikush për 3 vota, për 6.000 ka kuptim se aty nështë ta kalu parja. Po aty Prizreni pra e dën një analizë shumë
më të thellë, edhe besoj që prokuroria është duke bërë, po pastaj modalitetet që dalin nga në Prizren mund të shërbejnë edhe si shembull edhe për këto rastet që i kemi sporadike në komuna tjera. Po, dhe Alban Kret në fund, çka pas gjithë këtij shkelje që i xori ky në vrem, çka duhet të adresoj KQZ-ja për ta përmirësuar sistemin edhe në mënyrë që në të ardhmen mos të përsëriten ky lloj i manipulimit, i cili është përmendur edhe prej aktorëve politik që ka qenë një sekret publike që është ditur, është folur një kohë gjatë, dhe mund të themi që është hera parë që KQZ-ja tamam e verifikon e konstaton një vjedhje të tillë e cila po konsiderohet vjedhje brenda llojit. Është për herë të parë është bërë një punë e tillë pa me dakordim gjithëve dhe pa në heshtje të themi edhe në raport me publikun që mos të si më thonë, mos ta bëjmë publike, po ta kryejmë punën tonë dhe pas gjetjeve, pastaj të dalim me raportin i cili e pasaj shpërfaqe ato. Ne natyrisht që është mëse nevojshme që ne të mblidhemi dhe të bëjmë analizat tona për procesin zgjedhor se ku ka shkuar keq dhe çfarë duhet ndryshuar. Një pjesë e ndryshimeve që ne tashmë i kemi parë jenë jashtë domenit tonë si Komision Qendror i Zgjedhjeve që ti kryejmë sepse kërkojnë ndoshta edhe ndërhyrje në vetë ligjin. Po, gjithashtu mbetet hapësira dhe brenda kuadrit aktual ligjor që ndërmarrin veprime që ta përmirësojmë procesin, sidomos këtë të numërimit, të përfshi numërimin digital, si një proces të cilin e kemi punuar në të kaluarën, por nuk kemi arrit për shkak se vitin e kaluar patëm tër vitin ngarkuar me proces zgjedhor dhe ka mbetur në gjysmë dhe ta shihet që një gjë e tillë është mëse evidente, pra domosdoshme, po gjithashtu duhet të flitin edhe çështje tjera. Ky 10-shi si kandidat si vot preferenciale shihet që krijon probleme jo vetëm te votuesit, po krijon probleme edhe gjatë procesit numërimit. Pra krijon një vot preferenciale shumë të egzageruar për te një farmyre pak edhe del për te asaj se çka qytetari ka aftësi dhe mundësi me mujt me mbajt men që me i votu 10 kandidat, po kjo ka kriju edhe probleme edhe gjatë administrimit të zgjedhjeve dhe ka kriju edhe hapësira xhepat vogël për të mujt ti keqpërdorin disa. Dhe ta shohim tash në procese sipër, pas analizës tonë, ne do të përgatisim një raport që do t'ja dërgojmë presidentës, kuvendit, po do t'a ndojmë natyrisht edhe me partitë politike në mënyrë që pastaj të gjithë paka shumë të shohin se cilat janë ato propozimet tona, rekomandimet tona për të ndryshuar dhe nëse ka ndonjë iniciativë për të ndryshuar ligjin dhe përmirësuar këto pjesë apo rritur fokusin më shumë në këto pjesë problematike, atëherë vazhdohet më tej. Nëse brenda këtij kuadri mbetet zgjidhja, pra që brenda këtij kuadri ligjor të formulojmë zgjidhje, mendoj që kemi hapësirë të mjaftueshme që të formulojmë zgjidhjet e duhura në mënyrë që rastet e tilla mos na përsëriten. Atëherë Alban, falenderoj që ishe sot këtu me ne. Faleminderit, kishte kënaqësinë. Faleminderit shumë. Dhe Kret në fund të këtij edicioni ju sillim lajmin kryesor të botës dhe me lajmin kryesor e përmbyllim këtë edicion. Këto kanë qenë gjitha informacionet që kishim përgatitur për këto 6 minuta, ndërsa ju vazhdoni që ndroni me programet tona. Natën e mirë.